kam qenë që të dielën po në vitin 1, duke pasi pash pamjet që u publikuan në nartë, e ndjeva detyrim për të marrë pjesë në atë protestë, por pritshmëria ishte gjithnjë që do të ishte një protestë e mirë, po sigurisht nuk ishte nuk shkova duke menduar që do merrte këto për masa. Ama një gjë që ja kam thënë dhe miqve të mi po atë ditë, ndërkohë që ishte tek ajo protesta, kjo është protesta, kjo do plasë, pra kjo është një protestë e cila do të zgjati, kjo është një protestë e cila do jetë fantastike, sepse më dha përshtypje që kishte shumë të rinj, nuk ishte askush nuk ishte nën 40 vjeç, njerëzit ishin realisht të shqetësuar, të mllefosur, edhe duke që ishin aty gati për të qëndruar derisa të plotësoheshin kërkesat. Dhe ishte sigurisht nuk ishte organizuar nga asnjë parti politike, nuk ishte një ngjyrim partijak, dhe kjo e bën që të fitoj akoma më shumë masivitet. Unë vetë jam aktiviste e Vizës Bashkë dhe ne shkuam në Piforonart kur na thirrën qytetarët për të qenë aty. Dhe sigurisht protesta në vetvete, kërkesat e protestës janë politike, por nuk janë partijake në sensin të organizuara mirëfillësi nga një parti. Unë mendoj që kjo i jep një ngjyrim akoma më të veçantë protestës, ama kjo nuk na ndalon ne si Lëvizje Bashkë për të kontribuar maksimalisht me zërin ton, me fjalimet tona, me çfarë do lloj kontributi në këtë protestë për të plotësuar sërish ato kërkesa ku më kryesorja është dorëheqja imediate e Ramës. Mua më duket si një ngacmim kaq i vogël, si një gjë kaq e parëndësishme mes gjithë kësaj lëvizje kaq të bukur, për mendimin tim historike që po ndodh prej 10 ditësh në Shqipëri, akuzat që na hedhin kryesisht të rinjt e të vjetrit e Partisë Demokratike, sepse kjo protestë ka nxjerrë në pa, siç është thënë shpesh nëpër media, edhe ngado dështimin e opozitës së deri tanishme, opozitës nga ana e Partisë Demokratike, dhe këtë mllef të tyre, këtë madje inat gati fëminor mundohen ta nxjerrin duke u munduar të krijojnë konflikte dhe duke sabotuar protestën vetëm e vetëm për të mbuluar dështimin e madh të tyre politik. Unë mendoj që njerëzit në shesh vazhdojnë të brorasin po aq fort Rama-Burg, Berisha-Burg, dhe këtë gjë nuk mund ta drejtonte Lëvizja Bashkë, mendoj unë, edhe po ta kishte për qëllim. Në Lëvizja Bashkë ka bërë një punë shumë mirë duke u dhënë shpresë njerëzve dhe duke i edukuar në një farë mënyre që Partia Demokratike nuk është i vetmi opsion pas Ramës, ka parti të tjera si Lëvizja Bashkë e cila ka vizion, program dhe njerëz cilët realisht besojnë tek ajo. Kështu që unë mendoj është thjesht një gjë kaq e vogël në mes të një ngjarje kaq të bukur edhe një proteste shembullore, mendoj, në Evropë ndoshta që po ndodh. Ka pasur momente sigurisht, sepse Lëvizja Bashkë nga të dyja partitë shihet si një kërcënim real, mendoj unë, për shkak edhe të rritjes që ka pësuar në këto vite, në pak vite që është parti. Një gjë për shembull që mua personalisht më bën është mu kontrollua fjalimin përpara se unë të hyj në podium, nëse do thoja nuk e di se çfarë. Megjithatë edhe ndoshta me një farë me paragjykimin që si aktiviste e një partie të caktuar do mundohet të merret proteste, që është e kuptueshme edhe ky lloj aludimi, por nga ana tjetër nuk është e kuptueshme sepse është Lëvizja Bashkë e cila gjithnjë në gjithë këto muaj ka iniciuar protesta dhe qëllimi i fundit i saj mund të ishte të sabotonte këtë protestë. Reagimi ynë ka qenë gjithnjë të mos reagojmë në mënyrë të tillë për të krijuar përçarje, siç thuhet, apo për të acaruar situatën, dhe duke mirëkuptuar gjithnjë palët për sa kohë që këto palë nuk kanë tendencë pra si në rastin e antarëve të Partisë Demokratike, për ta sheshuar protestën dhe për ta shuar atë një herë e mirë. Në këtë rast mburoja jonë më e mirë
janë vetë njerëzit që janë atë shesh, që siç e keni parë, janë të shumtë, dje u mbush sheshin nga Bashkia e Tiranës, paktën për sa kohë isha unë deri tek Politekniku, dhe mburoja jonë më e mirë janë njerëzit e ndershëm që kanë dalë në shesh për të protestuar. Dje ka patur të tentativën për na akuzuar për të nxjerrë nga protesta, por ishte totalisht e dështuar pikërisht për reagimit të njerëzve. Pati një tentativë edhe nga media të mëdha si Klani për të thënë që deputeti Muçi e përzën nga protesta, po sërish ishte shumë e dështuar sepse deputeti Muçi ishte fiks tek makina e Klanit, pra mbështet tek makina e Klanit ndërkohë që ndodhi ky lajm. Pra, unë mendoj që çdo lloj përpjekje është kaq patetike nga ana si nga ana e PS-së, PD-s dhe e mediave të tyre, sa që është një gjëmb i vogël në këmbën e një lëvizjeje gjigante. Kryeministri në mëngjes thotë që jemi anti-shqiptar, mbasi të thotë që jemi nacionalist, pastaj zgjohet nesër dhe thotë që jemi musliman pa iman e Kur'an. Pra, kryeministri thjesht përpolitet mendoj unë në gramat e fundit të pushtetit të korruptuar, nuk ka. Por pse ky projekt nuk do të sjellë zhvillimin i cili premtohet për Shqipërinë, kjo mendoj që është një pyetje e rëndësishme. Dhe kjo lidhet me modelin ekonomik që propozojmë dhe ne si Vizë Bashkë. Shqipëria do të zhvillohet duke prodhuar, duke patur sa më shumë intelektual, profesionistë të aftë, duke minimizuar korrupsionin dhe duke i fryrë gjithnjë më shumë meritokracisë. Pra ti punon fort, studion fort, që në fund fare të kesh një vend pune në një industri e cila realisht prodhon vlerë të shtuar dhe nuk punon dhe studion gjithnjë për të qenë kamarier te Green Coast. Kjo është ideja, e them me pak fjalë fare. Kështu që një resort më shumë nuk na ndihmon, një resort më shumë thjesht shkatron natyrën, thjesht pasuron 2, 3, 4 njerëz, thjesht pasuron edhe i shton pushtetin kryeministrit dhe absolutisht asnjë gjë më shumë për shqiptarin e thjeshtë. Përgjigje ishte i mesazhi që doli dje që kryeministri dhe duartërkitjet i ka të koordinuara, i ka me urdhër dhe ata njerëz të cilët duket sikur e mbështesin, në fakt nuk e mbështesin, ndërsa brohorimat, mbështetja në atë shesh është e sinqertë dhe vjen nga zemra dhe vjen realisht nga dashuria për vendin dhe për një Shqipëri të re, më të mirë, më drejtë dhe jo të korruptuar, jo në duart e pak të korruptuarve. Absolutisht që po. Unë mendoj që ka bipatronazhistësh, madje dyshoj që ka dhe vetë ish patronazhistë që janë aty, pra njerëz cilët kanë shërbyer deri në një farë pikë Partisë Socialiste, nuk kanë thënë dot, sepse duket sikur njerëzit nuk reaguan mjaftueshëm ndoshta për Belindën, edhe pse ne organizuam disa proteste, nuk reaguan mjaftueshëm për Velia, nuk reaguan mjaftueshëm për shumë skandale që plasën. Por njerëzit kujtojnë, njerëzit nuk harrojnë. Edhe mendoj që edhe patronazhistit i duhet marrë autobuzin e Tiranës re, duhet shkojë në spitalin publik, i duhet t'ia çojë fëmijën tek shkolla publike dhe vi një moment që mendoj që ai vetë ja bën pyetjen vetes, po çfarë po bën, për çfarë po e bëj këtë gjithë. Dakor, një vend pune, një rrog, po a mjafton kjo për fëmijët e mi? Aq më pak fëmijët e një patronazhist mendoj që e kanë akoma më të qartë që kështu nuk jetohet më. Qëndre nuk jetohet më dhe nuk mund të ikim gjithnjë, nuk mund t'ja mbathim gjithnjë nga korrupsioni dhe nga padrejtësia. Nuk mund të thjesht bëjmë gati valixhe dhe të shkojmë në Gjermani, se Gjermania nuk është vendi ynë, nuk është Shqipëria, dhe ne duam që gjithë kontributin, gjithë sakrificat e gjyshërve, katra gjyshërve, prindërve tanë, të kemi një vlerë. Duke ja mbathur, i bëjmë të pa vlerë gjithë sakrificat e tyre. Lëvizja e Bashkë si parti sigurisht e ka të vështirë për të qenë edhe sërish tu hym diskutime, duhet një parti politike që të ketë dorë në ndërtimin e këtyre kërkesave dhe në organizim. Ne jemi pjesë e protestës, jemi pjesë aktive e protestës, por nuk do të thojmë që jemi pjesë e këtyre që ata janë vetë quajtur kamarierët e protestës, pra ata të cilët organizojnë fjalën etj. Këto janë kërkesat cilat shpeshherë, për shembull, një prej kërkesave ishte të hiqet fëmia. Është një kërkesë e cila ka njerëz që janë dakord, ka njerëz që nuk janë dakord, dhe këtu vim prapë tek vetë natyra e kësaj proteste, që
duke mos patur një organizator, shumë gjëra janë të paparashikueshme dhe nuk janë të ngushta, pra nuk është një gjë që ti thua është e zezë ose është e bardhë. Shumë njerëz vetë quhen organizator, disa prej tyre kanë më shumë apo më pak ndikim, disa prej tyre janë apo nuk janë të përfshirë në parti të tjera. Kjo mendoj që do qartësohet me ditët që kalojnë. Deri më tani nuk ka patur konflikte, mendoj unë, thelbësore apo konflikte të rëndësishme. Këto pika që janë paraqitur dhe gjërat për cilat bien dhe si të më kërkesat që janë paraqitur dhe ndaj turmës dhe ndaj protestuesve kanë qenë përgjithsisht të pranueshme, mendoj unë, nga turma. Kështu që deri më tani nuk ka patur ndonjë problem, sepse nëse do kishte dhe nëse ka patur kërkesa të tilla, protestuesit, ata që kanë qenë në shesh, kanë reaguar në mënyrë imediate, në mënyrë të menjëhershme dhe për shembull siç ishte rasti i muzikës, shumë protestues ishin kundër vendosjes së këngëve dhe vallëve, thoshin ky nuk është një fest, kjo është një protest dhe ne këtë qëndrim tonin duhet edhe në mënyrë simbolike ta çojmë deri në fund. Duke patur këtë natyrë dhe edhe këtë numër, edhe këtë masivitet, është shumë e vështirë që të parashikoj. Nisi që ishte e vështirë për të parashikuar kur nisi kjo si lëvizje, revolucioni i flamingëve, është shumë e vështirë për të parashikuar vazhdimsinë edhe përfundimin e kësaj. Unë jam shpresë plot dhe mendoj që kjo protestë do të përfundojë me dorëheqjen e Edi Ramës nga pushteti. Këtë gjë e besoj vërtet. Sepse njerëzit që janë aty janë të rinj, kanë energji, direkt pas pune shkojnë në protestë, të flas edhe për veten time, edhe pse janë të lodhur, edhe pse disa prej tyre kanë edhe fëmijë të tjerë, vazhdojnë që të qëndrojnë plot energji. Unë dje nuk pash as edhe një lloj rënje të numrit apo të energjisë. Kështu që unë mendoj që kjo protestë do të vazhdojë derisa Rama të japi dorëheqjen dhe kërkesat e tjera gjithashtu të plotësohen, pra të anullohet projekti, paketa e maleve, ligji për investitorët strategjik e tjerë. Protesta mund të ndryshojë natyrë. Ne çdo ditë që dalim në shesh, shohim që ka diçka që ndryshon, për shembull fjalimet, ndoshta janë më të pakta, marshimi zgjat më shumë, ndryshohet rruga e marshimit, nuk bllokohen rrugët aq shumë, pra çdo ditë duket sikur është vetë masa e njerëzve që e merr vendimin. Është kjo zgjuarësia e shumësisë që quhet në anglisht crowd wisdom, pra vetë turma arrin ta marrë një vendim. Mendoj që kështu do të vazhdojë deri në arritjen e fitores, pra që nesër me protestën tonë.